Fshati Gjocaj njihet edhe si fshati i bujqësisë dhe i blegtorisë, por për arsye të shpërnguljes së shumë banorëve ka bërë që tokat të jenë të papunuara. Zonjën Mejreme Gjocaj, nënën e Zotrit Dem, e takuam duke u përkujdesur për bashkën e familjes, e cila na tregoi shumë rreth mbjelljes së tyre, si dhe na tregoi edhe pak histori rreth vjeljeve të trangujve. Prit tregam, që sa e ki bashkën? Që 2 muaj. Që 2 muaj? Po. Apo përkujdesesh, apo mundesh? Po, ka dal, po. Po du të mja hek barin edhe që shta punohesh edhe merë. Qa ke mjellë të tregam? Këtu ko mjellë trunguj, kastraveca, edhe kep, këto veç kanë... Jam praktu, a? Po, hudra, spanaq, lullak në manaton, patligjona. Cilat janë bu ma shumë? Ma shumë të jenë bo, tash patligjonat e shalla jenë ma din ma, që tash hazër, kastravecat mirë janë, edhe kungujt, misiri, plus kungujt hes, por rrit, i kom atje. Pas ke bëllë për si vja dimrin e pas ke garantu. Që të lakna dverës janë, që tash bonë edhe pak. E cilat shkoj ma vonë? Këto të vjeshtës. Vjeshtës, a? Ma vonë, po. Ma vonë, lullak në dalin ma shqetyne. Ma këmej, trungujt që tu, kastravecat. A tu kam bë trungujt mirë? Po, mirë në ka bonë, për bukur zhego kam do më marë. Qëri. Janë. E qa po bëm, po do më marrë në i trunguje? Po marrë pa inshallah, po. Mos po më qëllojnë tëth? Inshallah. Qërë kërë? Jo, mos i në krejt, no, se së një halë. E mos me mbu më qëllu tëth? Me në qëlloshin tëth, haj. A po thua? Po. E qa thojnë kur qëllojnë tëth? Kur qëllojnë tëth duhet mas parti, kur nuk ish mas parti kastraveca, duhet me nuk qesit i mjelish, zoja shpis. Mos me qëllu tëth, ta? Mos me qëllu tëth, se me bëmët i marrë thminja, thojnë bohën tëth. Po të ka me mon lepe i zojës shpis? Po, mas parti. Edhe e kemi zakon të nahet, kur marim mas parti, e marim një thes, edhe i qesim 3-4 në ta, e duhet më ta, që i dikush këshën shpinë, këshën më të bo shumë. Me të bo shumë, për me pas qa me shqit, me pas qa me shqit, po. Edhe aty janë najtonë që këta bohën, edhe bojnë shumë, kur ta nuk është mas parti, bohën ka henë 3 ditë me i vjellë. Në fshatin Gjocaj, traditat dhe zakonet ishin të praneshëm pothuajse në çdo familje, po ashtu edhe tek familja e Zotrit Dem, i cili tash e asaj kohe ruan me shumë krenari sofrën, e cila në ditët e sodit në shumë pak familje është prezente. Dhe shikus dashur, ne ishim në oborrin e Zotrit Dem, këtu në fshatin Gjocaj, e tash jemi në konakun e tij, siç po shihet, shtëpinë nuk e ka haruar nga traditat, e kemi këtu ulur në sofër. Zotrit Dem, tregom pse ke zgjedh me kon ky ambient shpitane. Po. Kjo është tradit e kahershme. Edhe këta pikrisht për që ata edhe kemi bo që mes mi haru ato gjanat e ma pashme, qësh kanë jetue njerëzit mrena, qësh kanë ngrënë bukë, në shka kanë ngrënë bukë, jo së gusot tash në për tavolina, për gjana, po është sofra e kahershme, tradicionale, së kur ka qenë gjithmonë. E këtu kemi sofrën, këtu kemi edhe këto, janë pajisjet, këto sene janë të moqme shumë, një thujmë na pecerka, këtu kanë shërby edhe për ujë, me marë ujë, mu pastru mu ati, në vanë senëve tjera, i kem hapë kështu, edhe kemi lë këtu si muze. Aty është e kavalli, i bakte I qobanëve që e ka konë. Po, këto e në pjekë, këto e në senëve. Tregom për i shë këto veshe, kush i ka punu spori he? Këto veshe i ka punu e nona, i ka punu e më shumë muni, më shumë muni, po ja dënë. Ka qef, shumë i punu këto sene dhe krejt pundori ka punu e. Këto e në për vajzë, kemi vajzë, si na vjen tash pushim, edhe ja ka dedikua sajne. Unë e poshë edhe, a më nëshmë na i spjegu? Kjo është shpata e vekut. Shpata e vekut? Po, si kanë bo vek. Pundore që ka punu? Sigur pjesën e qëllimit, me që ta kanë bo. Këto kanë qenë në skoncat që është në rruë,
që kjo ndrohet me ato, hen penin ndryshe ku të livrit ato. Sa për ju mungon fshatra sofra? Me të thot drejten, bashkë që shokon tradita, hala me kon qështu. Sofra, kërë këthej ke buka në sobura, ka qenë sofra, edhe është këthyjnë në sobura. Po ashtu edhe të robnia po është, me sofra. Thmija kanë pas të veçantë, robnia kanë pas të veçantë, kurse burët kanë pas të veçantë. Për para u hajke buka në mas pari shkujke në sobura, mas anej, zhrëp ke poshtë, shkujke të robnia, të thmija, edhe u kryke qështu o ko tradita. A mendon që ende do të mu vazhdu me qenë sofrat, sepse për ju si familje ende e moni këtë tradit? Po, ka që ndash mu vazhdu, edhe pse s'kanë mujt. Po tash pak ardhë një kohë e modernizimit, pak ma e letë në për tavolina, në për karrika, mu ullë, besa edhe shkojnë edhe në për restorane, andaj edhe e krynë darken, drejken, apo shatë kanë nevoj. Na i panëm pomje të bukrat këti fshati që nuk i meriton tjetë kasht i boshatisën. Kem edhe në bashkë që i kishi punu mirë. Faleminderit shumë që na ke pranun konakun tonë dhe ke të regu ka shumë gjëra për një fshat si Gjocaj. Faleminderit dhe juve që keni gjetë kohën më ardhë këtu. Jam shumë i knaqun që i keni gjetë ju kohën më ardhë dhe me zhvillu e do gjana, mi pa do gjana, do mi mësu do tradita që jenë konë e tash s'janë. Po, me bisedën që e bon bashk, i kemi zhvillu ato, i kemi pëdat ato senda dhe jenë kuptu se që shënë konë edhe hala janë shenjat e tyne. A tash e tutje zërësh me vazhdua tradit që shka qenë dhe për para. Kneshësi shumë madhe ka qenë, sot e keme ndryshe. Faleminderit shumë. Ndërkofsh. Fshati Gjocaj, një fshat i cili filloi me 40 shtëpi, por me mbarimin e luftës së dytë botërore, asnjë prej banorëve nuk kishte synim të kthehet në këtë fshat. Arsye të shumta, duke filluar nga rrjetje deri tek asfaltimi i rrugëve. Në fshatin Gjocaj tani më ka vetëm një familje e cila banon në këtë fshat dhe e cila gjatë gjithë kohës tregon se mos investimet kanë bërë që ky fshat të jetë i boshatisur nga banorët.